pse s'po shkon me knu, pse I ke thonë s'du me knu mo? I thash, ja. Kur je përball me një sfidë që ke thonë, okej, Po. Vitin 90 kur u hap Radio Selavi në Kosovë, muzika zbavice, unë këndojsha muzikë zbavice, që këngën popullore du me shpirte me zemër. Mbet kërkun, u hap Radio Selavi me një qëllim të vetëm që me thonën që shqiptarët nuk kanë patur asnjëherë kompozitor, as orkestrues, as tekst shkrues, as këngëtar që kanë kënduar, as komision I verifikimit të teksteve, të këngëve, të melodive, cili zhanri takojnë etj. Dhe e fillun disa këngëtar, po më vjen turp me thonë, nga Macedonia, I sollën këngët e tyne I morën këto, edhe disa kompozitor nga Macedonia, shqiptar, ose në emër të shqiptarëve, thash nuk e di, I sajonin disa tekste, I sajonin disa këngë, mboni kjo, kur e pas që s'ka mo, nuk ekziston, e lash. Në rrugë, kur zë të harroj? Tu ardhëm për të teatri, vitin 90, më takoj rockeri maj mirë shqiptar, për mua maj mirë, Naser Gjinovci, I Minatorit. Sabro shobon që ja I mirë, thash mirë, që shkom Nasera I mirë, e du shumë, edhe, kam zemër, tha, Sabrush, keshte gjevda, po, tha, I ndëgjova një 5-6 këngë, që po të bëjke një album, pse s'po shkon me knu, pse I ke thonë s'du me knu mo? I thash, ja. Thash, Naser, se di, a dim për qëfar këngë, tha. I thash, nuk e di në kështu. Gjevda I madhë, kompozitori, madhë, gjevdë mo, orkestrus. I thash, jo. Kur erdha në shtëpi, I thash, nerës, I thash, nerë më takoj kështu. Ajo veç, tanë ditën, gjdo ditën, hetë se ti mon, hetë se ti din, ti mon, I thesha s'muj mo atë. E pat kjo punë, deri këtu pas ka qenë edhe. Hajde, shkova të gjevda, e ndëgjova. Një këngë, 2 këngë, 3 këngë, edhe e bam albumin pak dritë, me tekste të Arif Demollit, jashtëzakonshme. Tekste që në ato 10 këngë ishte një histori e tonë e popullit shqiptar. Dash dashni, dash bukuri, dash adhe, dash vuajtje, dash gjenocid, çdo gjë.